kjo botë është e përkohshme, kjo dynja është kalimtare. Profeti alayhis salam ka thonë, shembulli im me dynjan është si puna një udhëtari, duke ecë gjej pemë, futet pak ngel në pemës, ushon pak dhe çohet edhe largohet. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala nga ka dërguar në Kur'anin familjarët, po edhe profeti alayhis salam në hadithet e tij, se si ne të bëhemi besimtar, t'i bindemi Allahut, të adhurojmë Zotin, të ndjekim shembullin e profetit alayhis salam që ne ta fitojmë xhenetin. Po që të fitojmë xhenetin, duhet që ta duam dhe njëri tjetrin. Ta duam njëri tjetrin. Profeti alayhis salam kur shkoi në Medinë, vëllazëroi gjë e parë që vëllazëroi banorët e Mekës, muhaxhirët me ensarët. I vëllazëroi, u bën vëllezër. Adin nga ato që ndanë në shpinë, adin nga ato që kanë e ndihmuar njëri tjetrin. Se Allah nuk do thotë vetëm mund të kam vëlla ty në fe. Po duhet që ta dush tjetrin, ta ndihmosh tjetrin, mos e lish me inat tjetrin, mos e shohësh me inat tjetrin. Por ati është njëri i fituar me zemër të madhe. Çfarë thot profeti alayhis salam në hadith që transmeton Ebu Hurajra? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni. Pra kush që të shkojë në xhenet është besimi në Allahun një të vetëm. Dhe pas e ka thonë, dhe nuk do të besoni derisa të duani mas njëri tjetrit. Ta doni njëri tjetrin. Dhe ka thonë mbrapa, a doni të tregoj diçka që ju ashton dashurinë mes njëri tjetrit? Ka thonë, efshu selam bejnekum. Përhapja selamin, e bje tjetrin selam aleikum. Çfarë do të thotë selam aleikum? Paqja e Zotit qoftë me ty. Do të thotë që mes meje dhe te ka paqe, sepse jemi besimtar, besojmë Zotin, e besojmë profetin, pra ka paqe. Pra kështu duhet me qenë besimtari.